Muzeu i Bankës së Shqipërisë u inaugurua në vitin 2015 dhe ndodhet brenda ndërtesës së Bankës Qendrore të Shqipërisë. Muzeu është i organizuar në 2 kate. Në katin e parë, vizitorët njihen me koleksionin e pasur të monedhave dhe kartë monedhave që kanë qarkulluar në troje shqiptare, nga antikiteti deri në ditët e sotme. Ndërsa, kati i dytë prezanton historinë dhe rolin e Bankës së Shqipërisë, duke ofruar edhe hapësira interaktive për mësim, leksione dhe aktivitete edukative në fushën e paras dhe ekonomisë. Leku shqiptar u fut për herë të parë në përdorim në vitin 1924, në periudhën e qeverisjes së Ahmet Zogut. Emërtimi i tij lidhet me Aleksandrin e Madh, i njohur nga shqiptarët si Leka i Madh, por edhe me figurën e Lejk Tugaxhinit, simbol i identitetit dhe trashëgimisë kombëtare. Kartë monedat aktuale që janë në qarkullim janë 200 lek, 500 lek, 1000 lek, 2000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Krahas tyre, qarkullojnë dhe monedha 10, 20, 50 dhe 100 lek. Monedat dhe kartë monedat, përveç se janë mjete pagese për shitblerje, kanë edhe vlera historike, kulturore dhe kombëtare. Në të dy anët e tyre ndodhen simbole, figura të rëndësishme të historisë dhe arkitekturës shqiptare. Në këtë kartë monedë 200 lek, gjendet figura Naim Frashërit, poet, patriot dhe një nga figurat kryesore të rilindjes kombëtare shqiptare, i cili luajti një rol të jashtëzakonshëm në formosimin e identitetit dhe gjuhës shqiptare. Në këtë kartë monedë gjendet dhe shtëpia e Naimit, pena dhe vargjet, ti Shqipëri më jep nder, më jep emrin shqiptar. Në kartë monedën 500 lek, shihet portreti Ismail Qemalit, diplomatit dhe shtegjtarit kryesor që shpalli pavarësinë e Shqipërisë me 28 nëntor 1912. Në këtë kartë monedë gjendet edhe shtëpia e pavarësisë në Vlorë, dhoma ku u mor vendimi dhe telegrafi me të cilit u përhap lajmi i shpalljes së pavarësisë. Në kartë monedën 1000 lek shihet portreti i Pjetër Bogdanit, autorit të Çetës së Profetëve, veprës së parë në prozë të shkruar në gjuhën shqipe, më 1685. Shkrimtari dhe poeti Pjetër Bogdani përfaqëson kontributin kulturor dhe shpirtëror të popullit shqiptar.
Në kartmonedhën 2000 lek gjendet portreti i mbretit ilir të Labeatëve Genti, që përfaqëson epokën ilire dhe simbolizon forcën dhe pavarësinë e fisëve ilire. Në këtë kartmonedhë gjendet edhe simboli i zambakut Gentiana Luteja, emërtimi i së cilit lidhet me emrin mbretit Gent, i cili thuhet se përdorte rrënjën e kësaj bime për trajtimin e problemeve shëndetësore. Në kartmonedhën 5000 lek gjendet portreti i heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Sipas Belinit, Gjergj Kastrioti, kryezoti i zotërve të Arbërit, udhëhoqi me sukses luftën kundër perandorisë osmane në shekullin e 15 dhe është simbol i unitetit kombëtar. Në kartmonedhë gjendet dhe monumenti Skënderbeut në Tiranë për krenarja dhe kalaja e Krujës. Në kartmonedhën 10.000 lek paraqitet portreti i poetit dhe publicistit të shuar Azdrenit, autor i vargjeve të himnit kombëtar të Shqipërisë, rreth flamurit të përbashkuar me një dëshirë e një qëllim. Përshëndetje, jemi student dhe kemi ardhur të shqiptuar Muzeun e Bankës së Shqipërisë.